Bismillahirrahmanirrahim. Len yanala Allaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Sadaqallahu al-azim. Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirëplotit. Tek Allahu nuk arrin as mishi I tyre, e as gjaku I tyre, por tek ai arrin devotshmëria e juaj. Kaptina El Hajj, ajeti 37. Të nderuar besimtar, ndodhemi në vigjile të festës së madhe të Kurban Bajramit. Me kënaqësi dhe gëzim të thellë shpirtëror, festojmë këtë festë të madhe, një festë e madhe dhe e bekuar që ngërthen ngjarje hyjnore, të cilat janë burim frymëzimi për ngritjen e vetdijes së besimtarit mbi dashurinë dhe përkushtimin ndaj Allahut fuqiplot. Madhështoria e kësaj feste të madhe qëndron në faktin se në këto ditë është plotësuar zbritja e Kur'anit famlar. Janë ditë të kryerjes së haxhit, kushtit të pestë islam, dhe besimtarët në këto ditë kryejnë obligimin e prerjes së kurbanëve të tyre për hir të Allahut fuqiplot. Festa e Kurban Bajramit është shprehje e besimit të palëkundur për të sakrifikuar gjithçka, po bile edhe më të shtrejtën në emër të Allahut fuqiplot, për të dëshmuar në praktik se dashuria dhe përkushtimi ndaj madhërisë së Tij është mbi çdo gjë tjetër, ashtu siç veproi Ibrahimi alayhis salam, I cili ishte I gatshëm për të flijuar birin e tij Ismailin alayhis salam. Institucioni I kurbanit është një shprehje konkrete për të kuptuar se nuk ka vepra madhore pa përpjekje dhe flijim madhor, dhe se njeriu vlen aq sa është I gatshëm të ndajë më të dashurin për të tjerët. Andaj, festa e Kurban Bajramit nuk është thjesht një ditë feste, por është festë që edukon besimtarin të jetë bujar, fisnikron shpirtin dhe zemrën, e bën pjesëmarrës në vepra të mëdha, e nxit të jetë solidar, të ndihmoj të varfurit dhe skamnorët, forcon lidhjet shpirtërore dhe shoqërore, nxit unitetin në të mirë dhe në vështirësi dhe kultivon paqen, dashurinë, bashkëjetesën mes njerëzve. E gjithë kjo dëshmon se nuk është thjesht një veprim formal, por një ambient I thellë shpirtëror që mbjell në zemrën e besimtarit shkallën më të lartë të devotshmërisë, që është burim I çdo të mire në jetën individuale, familjare dhe shoqërore. Allahu fuqiplot për këtë shkak thot në Kur'anin famlar: tek Allahu nuk arrin as mishi I tyre, e as gjaku I tyre, por tek ai arrin devotshmëria juaj. Në kohën e sfidave të mëdha, kjo festë e madhe e Kurban Bajramit na kujton se është e domosdoshme të angazhohemi në eliminimin e problemeve me të cilat përballet njerëzimi, të zhdukim varfrinë dhe të mbajmë qetësinë dhe begatinë e jetës, të kultivojmë vlerat morale ndaj anomalive të kohës, të promovojmë shpirtëroren në vend të egoizmit dhe xhelozisë, të përhapim paqen në vend të luftës dhe mizorive, siç na ndodh në vende të ndryshme, të vendosim dijen mbi ignorancën dhe rendin mbi kaosin. Festa e Kurban Bajramit na përkujtojnë domosdoshmërinë e respektit dhe harmonisë kudo në botë, e në veçanti në vendin ton multikonfesional dhe multietnik, për të qenë të bashkuar në ndërtimin e një shoqërie të drejtë dhe të begatë, dhe për të ecur të gjithë së bashku drejt një të ardhme të ndritur.
Të nderuar besimtar, festa e madhe e Kurban Bajramit le të jetë një rast për kthim drejt vetvetes, për të shmangur të keqen dhe për të kthyer të mirës, afërsisë, paqes, barazisë, drejtësisë dhe dashurisë ndaj Zotit të plotfuqishëm. Në fund më lejoni që në emër të Bashkisë Fetare Islame dhe në emrin tim personal, t'ju uroj të gjithëve kudo që jetoni dhe veproni. Pra, urime të përzemërta për festën e madhe të Kurban Bajramit. Lusim që Allahu fuqiplot t'ju pranoj adhurimet, kurbanët dhe veprat e mira, t'ju dhuroj mbarësi në familjet e juaja, vetdije për një të ardhme më të mirë dhe afërsi më të madhe mes njëri tjetrit. Zoti ju bekoft, urime festa e madhe e Kurban Bajramit.